Vetëvendosja e ka kryer këtë parimin, siç e përmenda më lart, pak të përmbysjes në segmentet caktuara të 10-s, por në këtë rall, pa diskutim, shohim që parimisht nga 1 tek 9 shohim që është tërësisht një listë e qartë politike, një radhitje e qartë, një shtrëngim rallësh dhe një përgatitje për betejë frontale me kundërshtarët e politik zgjedhor, dhe njëjtë është përcjellje e asaj fryme që zoti Kurti po kërkon tashmë, që ka të bëjë me faktin që qëllimi është likuidimi politik i kundërshtarëve dhe konkurrentëve politik përmes një mazhorance të stërmadhe. E shet mundshme një gjë të tillë, zoti Thaçi? Jo, unë nuk e thash, qëllimin. Qëllimi, po në kontekst kësaj, po pyes e shet të mundshme. Pajtohem me atë që në fakt zoti Kurti ka bë gjatë çdo zgjedhje do ndryshime në radhitje. Mirë, po realisht ky numër 1 deri tek 10, sapo e shoh unë, realisht është një numër jashtëzakonisht, do thotë janë njerëz me quajtur me kompetencë kredibil. Njerëz që faktikisht zgjedhjet pasme që ikën kanë pas vota, do thotë këgjë kanë qenë të votuar, dhe normalisht kjo dhe që konsideroj që do del përsëri në numër shumë të lartë. Këtë janë figura ministra, përjashto zonjën Selimi dhe Albrina Axhiu, që ka qenë kryetare. Po, por zonja Selimi megjithatë do thotë duke pas parasysh që backgroundi i saj dhe normalisht rrethanat e krijuara të saj për shkak të rregjës atje dhe votimi që normalisht votën që e merr çdo zgjedhje, unë konsideroj që edhe kjo është e fuqishme në marrje të votave dhe që e pari vetëvendosjes është jashtëzakonisht e fuqishme.